gjithë është mundësia për të krijuar një jetë më të mirë dhe më të barabartë për vajzat e gratë. Ndërsa qyteti bregdetar ishte mbushur me lule sot në shumë sheshe dhe rrugë dhe gratë dhe vajzat festuan ditën e 8 marsit, një nisëm qytetare organizoi një marshim sensibilizues për të kërkuar respektim të së drejtave. Shoqata Gender Paqe e Siguri, shoqata e grave me probleme sociale, tregoi para ditën e 8 marsit se kjo nuk është një ditë feste, por një ditë për të kërkuar më shumë për vajzat dhe gratë, përballë një shoqërie maskiliste. Marshimi i sotëm nisi përpara institucionit të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Vajzat dhe gra aktiviste të kësaj shoqate me parulla në duar qëndruan përpara këtij institucioni, ku nisin dhe shumë sfida që nga ndjekja e çështjeve për dhunën me bazë gjinore deri tek divorci. 8 marsi nuk është fest, kujtim të grave të vrara, gratë kërkojnë më shumë të drejta sociale, ishin këto disa nga pankartat që gratë dhe vajzat banin në duar. Sot është dita për të kërkuar respektim të drejtave, hapësirë të sigurt për gratë dhe vajzat. Kjo nuk është një fest, ndaj edhe sot ne jemi këtu, u shpreh Bajana Çeveli, drejtuese e organizatës. Sigurisht 8 marsin e dinë të tërë që në Shqipëri gjithmonë gratë festojnë. Ne si shoqatë dhe sigurisht si shoqëri civile, mendojmë që duhet ta heqim këtë tabu. Nuk është fest, por është protest. Dhe aq më tepër si vjet, në 8 mars të vitit 1975, OKB-ja ka përcaktuar edhe ditën ndërkombëtare të gruas, çfarë do thotë që sot kemi 50 vjetorin dhe akoma ne ecim me mentalitetin e vjetër, të cilët dihet tashmë në çdo lokal i kemi gratë duke kërcyer, duke kënduar. Çfarë protestohet? Atëherë, sot protestohen për të drejtat e grave. Drejtat e grave janë pjesë e pandashme e drejtave të njerëzit. Dhe si e tillë, ne kemi shumë nevojë që institucionet shtetërore, komuniteti, shoqëria, të gjithë gruan ta balancojnë atje ku duhet jetë. Jo vetëm si një ambise mirë, jo vetëm si një grua që di të lindë dhe të shtoj popullsinë që është pika kryesore e shoqërisë, por më kryesorja ajo është një grua pjesëmarrëse në çdo lloj aktiviteti e barabartë si të gjithë, aq më tepër ku vetë gruaja ne sot në pozicionin që jep, nëse bën një krahasim me të gjithë të dhënat statistikore, është një grua që përfaqëson pikërisht produktin e përgjithshëm bruto 50%. Ajo theksoi se shifrat e dhunës me bazë gjinore apo numri i divorceve janë tregues se kjo nuk është një ditë feste. Atëherë, në lidhje me pjesën e grave të dhunuar, që është edhe pikërisht edhe një pjesë e ditës së sotshme, sepse ne nuk protestojmë vetëm për dhunën e kemi të përditshme dhe sigurisht ne si shoqatë të Gender Paqe e Siguri kemi qenë dhe mbetemi pjesë e një mbështetje totale për dhunën në familje, gjithmonë duke e parë në kontekst që çdo 2 martesa një ndahet. Është një katastrofë ku përshkon shoqëria sot. Është një katastrofë ku nuk po e ndjejmë, por që do të ndjejnë nesër fëmijët tanë, fëmijët të cilët tashmë po rritet një breziri me nëna të divorcuara, në kuptimin më të mirë të gjërës që duhet ketë edhe baban edhe nënën. Por fatkeqësia e Shqipërisë mbetet përsëri në atë pjesë ku shoqëria nuk do t'ja di. Është aq indiferente. Atëherë Durrësi si statistika në Shqipëri është i dyti, përsa i përket numrit të dhënave dhe numrit të urdhrave të mbrojtjes apo dhe urdhrit menjëhershëm të mbrojtjes. Statistikat për mua janë statistika, por kryesorja për mua është njerëzilleku. Njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin, për afërsinë me njëri tjetrin dhe prandaj thuhet sot dita ndërkombëtare e gruas ku të tërë bota ngrihet në protesta, jo vetëm për drejtat e njëra tjetrës, por ku shoqëria duhet bëhet mike me ne. Pse jo në këtë protest të kishim mundësi dhe shanse të kishim edhe burrat tanë. Do të ishte një gjë e mrekullueshme, sepse fund fare një shoqëri pa burrë dhe pa gra nuk mundet të ketë. Ne nuk jemi për feminizme, ne jemi për atë që gruaja duhet jetë në pozicionin e saj. Edhe gratë e vajzat pjesëmarrëse në marshim u shprehën se përse përkrahën këtë nisëm. Drejtat e grave shqiptare nuk janë barabarta si gjithë botën. Gratë marrin ndihmë sociale, gratë nuk marrin banesë sociale që divorcohen, gjyqet shtyhen shumë, për një gjyq për një grua torturohet më shumë nëpër gjykata dhe për ashtu se të drejtat e veta. Është nën me fëmijë, ajo do banesë, do siguri. S'ka drejtësi, shfrytëzohet nëpër punë, edhe rroga nuk është normale. Gjithë gratë e familjesonërive marrin shumë pak. Bëhen biznesmene të mëdha me drejtat e grave. Dhe gratë nuk drejtohen, nuk kanë forcë që kërkojnë të drejtën e vetë, pse shfrytëzohen. Jemi njerëz. Të marrim si gjithë gratë e gjithë botës. Marrim 30.000 lekë dita, 20.000 lekë dita si me gjithë bota. Duam drejtat tona. Nga shtëpia shfrytëzohemi dhe nga shteti shfrytëzohemi.
nuk marrim rrogën tonë. Për gjithë gratë shqiptare, jo për mua, për gjithë gratë shqiptare. Malli shqiptar nuk shitet, prodhimi shqiptar nuk shitet, punon fshatarja, jetë shqepën. Edhe për gratë korçare, për gjitha, të edhin prodhimin, se të edhin prodhimin. Ketë barazi, kaq do vlihet malli, kaq do shitet malli. Goca. Hajde ju lutem. Hajde këtu. Ja, vetëm një sekundë. Urojmë gëzuar 8 marsin gjithë nënave, përgjithësi. Sot jemi për festën e nënës, të drejtën e gruas dhe dhuna që ndikon në familjet shqiptare, përgjithësi. Marshimi vijoi më pas drejt qendrës së qytetit, ku gratë dhe vajzat pjesëmarrëse me pankarta në duar ecën në shenjë sensibilizimi në këmbë duke u ndalur në sheshin Liria. Ndryshe nga kjo panoramë, në pjesën tjetër të qytetit, vajzat dhe gratë janë bashkuar me njëra tjetrën dhe kanë festuar në baret dhe restorantet e qytetit.